Nderuar këshilltarë, nderuar kryetare, e deklaroj të hapur këtë mbledhje jashtë radhës së bashkiakut të Durrësit në mjet të komunikimit elektronik. Kjo mbledhje është kërkuar nga kryetare në detyrë për disa projekt vendimi që kanë lidhje me procesin e rindërtimit, grantet për rikonstruksion, si dhe për menaxhimin e mbledhjeve në Bashkinë e Durrësit. Ftoj sekretarin e Këshillit bëj prezencën e këshilltarëve. Përshëndetje gjithëve, fillon me prezencën Jolanda Mustafaraj. Nuk është për momentin. Alfred Mullaraj, Ana Lamo, Jo. Ani Durmishi, Prezent. Afrin Bakaj, Nuk është për momentin. Zamira Mustafaraj. Dori më fal, afrimi sapo u bashkua. Okej. Zamira Mustafaraj, Prezent. Adin Karaj. Prezent. Okej. Adriana ka votuar me mirë, Jurgen Zaza. Prezent. Okej. Silva Aleksi me mirë, Agim Qëraku. Prezent është. Okej. Violeta Muedin. Prezent. Okej. Jurgen Dashi. Pamela Bardaj. Prezent. Sergian Kortusha ka votuar me mirë. Silvana Kavaja. Prezent. Okej. Ngri Qërloj. Ngri Tjër. Nuri e Gjone. Prezent. Okej. Ilir Subashi. Prezent. Anida Roshi. Prezent. Artyom Beqiraj. Beqiraj është. Jo për momentin. Soriana Kotri. Prezent. Okej. Etleva Budimi. Prezent është dhe Etleva. Malim. Prezent është. Okej. Denis Alvarasi. Prezent. Okej. Erman Laçi. Prezent është. Okej. Elbona Begjiti. Orgjet Siperi. Prezent është dhe Orgesi. Juliana Osmani. Prezent. Okej. Ardian Peiza. Prezent është. Okej. Loresha Qoshi. Prezent. Okej. Tamora Galliu. Prezent. Okej. Gjëraj ka votuar me mirë. Elio Jani. Prezent. Okej. Lila Çollaku. Prezent. Albana Moitaj. Clementina Meqi. Prezent. Okej. Katro Gjongoli. Prezent. Okej. Eni Karaboja. Karaboja është. Prezent është. Okej. Petrit Ismailati. Nuk është për momentin. Roberta Koti. Prezent. Okej. Tanonja ka votuar me mirë. Shqiponja Ibrahimi. Prezent. Dore. Okej. Moda Gjengo. Prezent. Okej. Marieta Miloshi. Prezent. Okej.
Fatmir Mërkuri. Prezent. Prezent. Okej. Kultura Kafta. Present. Okej. Nazmi Bodli. Nazmi Bodli. Nuk është për momentin. Valentina Mustaka. Present. Okej. Vajsleva Velçani. Present. Okej. Morena Boja. Present. Okej. O jeni të lutëm, a që po pak i ndryshërlojnë? Ka hyrë? Jo, nuk. Nuk ka hyrë. Alfred Mullaraj votoj me mirë. Që kryetarë ke 36 që do gjuan online. 36 të mele. Okej, faleminderit. Atëherë me që kvorumi është i pranishëm, vazhdojmë me mbledhjen. Siç jemi njoftuar gjithë me email, sot në renditje kemi 2 pika, njëra nga të cilat është pikë shtesë. Po i lexoj të 2 pikat. Pika parë është për miratimin e listës së 5 të 35 subjekte përfitues, të cilët do të përfitojnë masën e grantit të ndërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019, sipas projektit modelit. Pika 2 që është e shtesë për miratimin e skenarit të menaxhimit të mbetjeve bazuar me vendimin numër 6 datë 25/2021 të Komitetit për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe vendimin numër 3 datë 2/6/2021 të Këshillit të Qarkut Durrës. Kemi ndonjë koment për sa i përket këtyre 2 pikave? Nuk kemi, kalojmë në votim. Kush është për miratimet e ditës? Kundra? Abstenim? Një lutem kush nuk ka votuar të votoj? Jeni të lutem, ma konfirmon pak? Janë ende deri tani. Atëherë kush ka mbetur pa votuar të votoj, lutem. Jeni? Janë pro, i fundit të voton nuk i ka. Lutem edhe herë ma përsërit se s'u dëgjova mirë. Të gjithë janë pronin të ditës. Okej, faleminderit. Atëherë me vota unanime gjithë këshilltarëve, miratohet rendi i ditës. Japim fjalën për vendimin e pikës 1, Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike, zoti Lojani. Faleminderit kryetar, përshëndetje të gjithëve. Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike mori në shqyrtim pikën 1 të dërguar nga Administrata e Bashkisë dhe në përfundim është dakord për propozimin dhe propozon miratimin në seancën e sotme. Faleminderit. Faleminderit. Komisioni i Rregulluar të Çështjeve Juridike, zonja Zalnida Roshi. Përshëndetje, Komisioni Rregullor dhe Çështjeve Juridike për miratimin e listës së 35 subjekteve përfituese, të cilat përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti i nëntorit 2019-s, propozon në mënyrë unanime për të kaluar pikën 1 të rendit të ditës. Faleminderit. Faleminderit. Për sa i përket pikës 1, komente nga ana e këshilltarëve kemi? Atëherë nuk ka, kalojmë votim. Kush është për miratimin e pikës 1 të rendit të ditës?
Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni kush nuk ka votuar ende. Jeni të lutem ma konfirmon votimin? Janë votuar. Tani kemi vetëm një abstenim. Atëherë kush nuk ka votuar ende të votoj? Eri unë mbyll procesi, ma verifikon? Atëherë vetëm një abstenim, tjerë kanë pronë për fiksimi të renditës. Okej, atëherë me të gjitha votat pro dhe një abstenim, miratohet pika 1 e renditës. Kalojmë në shërtimin e pikës 2 të renditës, japim fjalën Komisionit Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve, zonjës Marina Boja. Përshëndetje të gjithëve. Raporti i Komisionit të Mjedisit dhe Trajtimit të Mbetjeve është dërguar në Sekretarinë e Këshillit. Ne morëm dje në shqyrtim pikën 2 të rendit të ditës në mjetet të komunikimit elektronik dhe të gjithë anëtarët janë pro pikës 2 të rendit të ditës dhe kalojnë ato për votim në mbledhjen e sotme. Faleminderit. Faleminderit, zonja Boja. Komisioni Rregullor të Çështjeve Juridike, zonja Rushi. Komisioni Rregullor të Çështjeve Juridike për nevoja për zgjidhjen e situatës për qarkundurjes në mbështetje dhe në kuadër të programit Menaxhimi i Shëndrueshëm dhe Miqësor me Klimën në sektorin e mbetjeve, propozon për të miratuar skenarin 2, i cili është sistemi i dy koshave, kosh mbeturinash mbetjesh, kosh mbeturinash të riciklueshme, me trajtimin në qendrën e menaxhimit të mbetjeve në Tiranë dhe transporti përmes stacionit transferimit Durrës, dhe pas u shqyrtuar nga Komisioni Rregullor, propozon në mënyrë unanime për ta kaluar pikën 2 të rendit të ditës. Faleminderit. Faleminderit, Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike, zoti Jani. Faleminderit, edhe Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike është dakord me propozimin e bashkisë dhe propozon miratimin e saj. Faleminderit. Faleminderit, Komisioni i Buxhetit, Financë, Taksa dhe Tarife, zonja Pamela Bardhaj. Faleminderit zoti kryetar, edhe komisioni ynë është pro miratimit të pikës 2 të rendit të ditës së sotme. Faleminderit. Faleminderit, Komisioni Politika dhe Zhvillimit Ekonomik, zoti Karaj. Përshëndetje, faleminderit zoti kryetar. Edhe Komisioni Politike Zhvillimore Ekonomike mori në shqyrtim pikën 2 të rendit të ditës, pasi u njohur materialin e ardhur nga Bashkia me shumicë votash vendosën për kalimin për të kaluar në mbledhjen e Këshillit sotëm. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë komente për sa i përket pikës 2 të rendit të ditës nga ana e këshilltarëve kemi? Atëherë nuk ka komente, kalojmë në votim. Kush është pro miratimit pikës 2 të rendit të ditës? Lutem me të leva Velçani. Faleminderit. Kundra? Abstenim? Ju lutem votoni kush ka ngelur pa votuar. Atëherë Enida ma konfirmon, që është mbyllur procesi votimit. Ende tani janë duke votuar, deri tani nuk ka asnjë.
Jeni është mbyllur tash? Po, ani, gjithë janë pro. Atëherë me gjithat votat pro pikës 2 të endit ditës, mjaftohet e pika 2 e endit ditës. Nëse diçka ka për diçka për shtuar kryetarja? Po, kryetar, faleminderit. Desha që të bëja edhe një sqarim për Këshillin Bashkiak, sepse nëpërmjet Këshillit ne arrim të sqarojmë dhe qytetarët lidhur me problematikën e mbetjeve. Ne jemi dëshmitarë që ky ka qenë një vit i vështirë pas mbylljes së Porto Romanos dhe kthimit në park, pasi bashkia ka pasur sfidë qoftë burime njerëzore dhe kapacitete teknike për depozitimin në shar. Mirëpo, nga ana tjetër kemi avantazhin që sot në qytetin tonë nuk kemi më atë sipërfaqe me mbetje, por sot kemi një park i cili po përfundon dhe aty do të kemi mundësi që të kemi zona ndryshme rekreacioni dhe një mushkëri të qytetit. Sigurisht me kalimin e kohës dhe nuk mund të themi që sot ai është një park i mirëfillt. Gjëja që doja të sqaroja është që ky proces ka zgjatur kaq shumë sepse qoftë ne bashkia domethënë dhe ashtu dhe qeveria shqiptare ka pasur qasjen që të zbatojë gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor dhe administrativ për marrjen e këtij vendimi, i cili do të ketë efekte financiare. Po të shihni me kujdes projekt vendimin dhe relacionin, ne kemi kërkuar aty disa pika. E para kemi vepruar në zbatim të ligjit dhe akumi, Komiteti i Mbetjeve dhe qarku kanë marrë vendimet përkatëse të cilat orientojnë gjithë qarkun e Durrësit drejt Tiranës. Mbasi u miratuan këto dokumentacione, ne bëm sot veprimin dhe kërkesën drejtuar Këshillit Bashkiak për miratimin sa i takonte Bashkisë së Durrësit. Nga ana tjetër ne kemi kërkuar zgjidhja pra konsiston në depozitimin në shar. Kemi kërkuar që stacioni i transferimit, i cili do të jetë në kufit administrativ të qarkut Durrës, pra kemi kërkuar që të jetë i pozicionuar në kufit administrativ në mënyrë që ne mos rrisim kostot e depozitimit deri në shar, po të kemi mundësi që të depozitojmë në kufit administrativ, pra nëse flasim si distancë do ishte e njëjta distancë me Porto Romanon, dhe kemi kërkuar që këtë stacion transferimi ta marrë përsipër qeveria shqiptare ose autoritetet që ajo ngarkon. Pra këto janë të shprehura në vendim, unë dua thjesht ti sqaroj se cilat janë diskutimet që kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Kemi pas bashkëpunim vazhdueshëm me Akumin, me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, si dhe me Komitetin Ndërministror i cili ka bërë miratimin paraprak të këtij vendimi. Gjithashtu nga ana tjetër kemi kërkuar që kostot financiare për depozitimin në shar, të cilat janë porta 29 euro, të mbulohet për 10 vjet nga qeveria shqiptare. Sigurisht që ne kërkojmë sepse ne kemi vizion që të afatgjat për Bashkinë e Durrësit, por kjo kërkesë nuk është e thënë që do të merret në konsiderat 100%. Pra, mundet që të ketë një grafik i cili do të jetë vitet e para bashkia është 0 ose me pagesa me përqindje minimale dhe kjo do të vinë në rritje deri në 10 vjeçar, deri në 10 vjeçarin që ne kemi kërkuar, apo deri në afate që do shtrihet kontrata, sepse kontrata mund shtrihet 10 vjet, mund shtrihet 20 vjet në bazë të vendimit Këshillit Ministrave që do të dalin nga ky vendim këshilli. Kemi kërkuar gjithashtu që të ketë një bashkëpunim edhe me Bashkinë e Tiranës, duke qenë se landfilli i Sharrës ndodhet në këtë territor. Pra në një farë mënyrë Këshilli Bashkiak po koordinon punën me Tiranën, me Bashkinë e Tiranës, me Këshillin e Tiranës në mënyrë që ne ta finalizojmë këtë proces. Vendimarrja e sotshme është një hap i mesëm, pasi ne me zbardhjen e vendimit të Këshillit do ta depozitojmë në Ministritë përkatëse, do të kërkojmë fond në Ministrinë e Financave, do të drejtohemi në Ministrinë e Brendshme, e cila është ministria përgjegjëse për njësinë vendore, për bashkitë si thua, do të drejtohemi Akumit dhe në bazë kërkesës sonë dhe kërkesave që do të bëjnë dy bashkitë e tjera të qarkut Durrës, do dalë një vendim i Këshillit Ministrave i cili do të na orientojë se si do veprojmë me lidhjen e marrëveshjes, me negocim, pa negocim etj. Me radhë në varësi të ligjit të prokurimit publik. Kështu që unë desha që ky është një hap i mirë për qytetin tonë. Sigurisht që ka kosto financiare, nëse ne do shohim në Europë, kostot fillojnë nga 70-80 euro për depozitimin në incinerator. Pra, nga njëra anë sot mund duket një tarifë e shtrenjtë, por nëse ne do kemi mundësi që pas 30 vjetësh të kemi po të njëjtën tarifë, për ne do ishte një avantazh i madh.
pasi nuk do të kemi më mbetje në qytetin e Durrësit, nuk do të kemi më depozitim, nuk do të kemi incinerim në qytetin e Durrësit, pra këto do të jenë në një qytet tjetër dhe kjo është një avantazh shumë i madh sa i takon anës mjedisore dhe efekteve që kjo do të ketë mjedis për qytetin tonë. Desha ta sqaroja personalisht sepse është një çështje shumë delikate. Flerat që ne kemi parë nëpër qytet këto ditë nuk janë neglizhence jona, por janë pasojë e këtij ngërçi, domethënë pasi ne kemi, siç e thash dhe më lart që mos përsëriten, mjetet kufizuara, Sharra ka landfilli i Sharrës ka më shumë se një vit që ne na pranon pa asnjë lloj kontrate dhe pa asnjë lloj pagese. Kështu që edhe kjo është një çështje delikate që unë jam e lumtur se thua që mori zgjidhjen ligjore që është e qëndrueshme për të gjithë aktorët që janë pjesë e kësaj vendimmarrje. Kështu ju falenderoj edhe për mbështetjen tuaj unanime sot. Faleminderit kryetare. Atëherë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Për mbledhjen e radhës do t'ju njoftojmë me anë të Sekretarisë së Këshillit. Ju falenderoj dhe kalofshi një ditë të mbarë. Mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Faleminderit.